veçantë gala ka ringjallur jetën artistike në Gjirokastër, ku për disa orë në teatrin Zithni Sako të qytetit të Gurët, spektatorët kanë ndjekur koncertin madhështor me pjesë të ndryshme të mjeshtrave botror, si Franz Liszt, Johann Strauss, pjesë nga opera Carmen, dhe për herë të parë në Shqipëri pjesën Fillesat e Filipit dhe Olimpiadës, nga opera e Aspasia Zervës, Mirtali nëna Aleksandrit të Madh. Drejtoria e qendrës Çakalov, organizatore e këtij eventi, Aspasia Zerva, flet mbi emocionet e kësaj mbrëmje të veçantë që mbushi pas kaq kohësh stolet e fjetur të teatrit të qytetit. Αυτές οι δύο συναυλίες που πραγματοποιούμε καλά συναυλίες. Sot është një ngjarje e shënuar, pasi sot jo vetëm shfaqim koncertin gala, por edhe diplomojmë artistët shqiptar të shkollës Çakalov. Dua të theksoj se deri më sot kemi diplomuar mbi 3500 nxënës nga e gjithë bota. Sa u takon koncerteve dhe ai te Pelenës janë ditë më parë, dhe mbrëmja gala e Gjirokastrës janë të përmasave të mëdha. Më pyetët për emocione. Këtu ndiem si në shtëpinë time se dhe rrënjët e familjes nga ana e nënësime zën fillin Gjirokastër. Një tjetër moment mjaft domethënës dhe simbolik është se artistët e kësaj mbrëmjeje punojnë si në Janin ashtu dhe në Tiranë. Programi është i zgjedhur me pjesë për violinë dhe orkestër nga Pablo de Sarasates, si dhe pjesë nga opera ime e parë Mirtali nëna e Aleksandrit të Madh, premier në Shqipëri. Ndërkaq, përpiqemi të zbulojmë nga vetë autoria Aspasia Zerva diçka më tepër rreth operës që vjen për herë të parë në Shqipëri, Mirtali nëna e Aleksandrit të Madh. Κλείνοντας, θέλω να σας πω ότι është mjaft e veçantë. Opera ime e parë që tashmë vjen në Shqipëri. Kritika e ka konsideruar këtë opera si pjesë e përmasave të mëdha. Veçantia qëndron tek harmonizimi që ka midis operës së shkruar nga ana muzikore, siç ndodh në shumë opera të tjera, dhe ndërlidhjes së saj me fjalën artistike, pra me aktorin, çka nuk ndodh zakonisht në opera. Është një ndërthurje mes lashtësisë, ndarjes dhe afrimit në kohë, çka vjen dhe më e plot përmes administrimit të orkestrës dhe aktorëve. Dy dirigjentët e koncertit Yorgos Klistias dhe Dr. Spiro Zervas, të njohur në Greqi më gjerë dhe me mjaft çmime, janë gjithashtu element të rëndësishëm të koncertit. Një tjetër veçanti e mbrëmjes gala në Gjirokastër ishte pjesëmarrja në opera dhe në interpretimin e pjesëve të ndryshme të koncertit të korit të fëmijëve, Frym dashurie, të cilët i pam si tek këngët e Krishtlindjeve, ashtu edhe tek pjesë nga opera Carmen. Në mbyllje të programit artistik, mbrëmja vijoi me ndarjen e 35 të diplomave të Çakalov për artistët shqiptar në degë të ndryshme artistike, si piano, violinë, muzikë bizantine, arti kombinuar, vegla tradicionale me goditje e të tjerë. Organizatori e këtij eventi dhe drejtoria e qendrave Çakalov, Aspasia Zerva, tregon se nuk ka ndërmend të ndalet me kaq. Vitin e ardhshëm radhën e ka Korça.